Përshëndetje miq të Antena TV-s, rikthehemi tek ngjarjet ose momentalisht si i thonë, debatet më të fundit, të cilat kanë ndryshuar komplet dinamikën apo rregullat e lojës sa i përket politikës në Shqipëri. Kemi rastin e zonjës Balluku, po e përmend jo se do e trajtojmë gjerësisht në këtë emision, por kemi zonjën Balluku e cila ndodhet SPAK dhe Këshilli i Mandateve ka marrë një vendim për të njohur me aktet e prokurorisë, më pas të jap një vendim për heqjen apo jo të mandatit zonjës Balluku, ku Edi Rama është i shprehur dhe me sa prisnim ose sikurse e kemi thënë që nuk do e jap mandatin e zonjës Balluku. Pretendimet e prokurorisë janë se janë gjetur disa prova, provat janë inkriminuese, pra flitet për apartamente, flitet për biznese prestanome, flitet për afera me buxhetin e shtetit, që shkojnë para të cilat shkojnë tani edhe kjo puna e hetimit në fakt, sepse mua nuk më parapëlqen t'i përmbahem akuzave të prokurorisë, sepse gjithmonë prokuroria për sa kohë merr një subjekt dhe e çon nga një hetim paraprak në procedim penal dhe më pas në akuzë dhe në gjykim, për cilët duhet të flasë gjykata, gjithmonë ana e saj e historisë është që të subjektin e saj ta shpallfajtor. Për sa kohë dyshon se ai apo ajo ka kryer një vepër penale. Kështu që nëse s'do ishim shumë të drejtë ose korrekt nëse do i përmbaheshim vetëm deklaratave të prokurorisë posaçme, ose më saktë këto faqet që kanë rrjedhur nga dosja e SPAK-ut për sa i përket zonjës Balluku, por më shumë po përmbahemi diskutimin mbi kush janë dosjet më të nxehta tani për SPAK ose ndryshimi që ka marrë struktura e posaçme, a do ketë një qasje tjetër, sikurse përmendi zoti Brau, pra një miksim midis zotit Kraja dhe zotit Dumani, pra qetësia dhe hiperaktiviteti, interaktiviteti, apo dëgjon siç e quajti zoti Brau, zotin Dumani. Kemi një rast tjetër, një dosje tjetër të bujshme siç është dosja e Akshit, e kemi parë se si personazhe ose persona pranë qeverisë janë të lidhur me buxhetin e shtetit, se si po nga këto rrjedhë informacioni që ne nuk mund t'i quajmë prova, por po themi për indicje në shërbim të debatit publik, se si tenderat që ishin paracaktuar ose menduar të shkonin në 2 milion euro, rriteshin në vlerë 4 milion euro, marrja penge një biznesmeni që të tërheq, më saktë, ankimimet për tenderat të ndryshme që dishin nga SPAK, presupozohet ose të paktën që në dosjen e Akshit është një dosje voluminoze me disa të përfshirë, pra në njëra anë janë disa grupe interesi, pra biznesmen, nga ana tjetër e përballë tyre është qeveria që favorizon këta biznesmen, dhe nga ana tjetër janë ca kriminal më saktë ose grupe kriminale të cilët bashkëpunojnë me njerëz që kanë qasje tek pushtetarët apo te zyrtarët e lartë, që her pas here janë detyruar të futen nëpërmes tyre njerëzve për të marrë parat e taksapaguesve shqiptar. Në dosjen e bërë publike, në faqet e bërë publike nga media të ndryshme, sa i përket dosjes Akshit, të paktën pretendimet janë se një person, pra biznesmeni Geron Meçi, është marrë peng për llogaritë një grupi kriminal dhe madje biles flitej se të dy ortakët ose të paktën njëri prej tyre është liruar për shkak të rreqjes së ankimimit, ndërsa denoncimin më saktë ka bërë ortaku tjetër, po të paktën do e shikojmë ditën e vazhdim se si ka ndodhur, si do zhvillohet ngjarja. Pritet disa arrestime tjera nga SPAK që do jenë po pra për dosjen Akshi, për njerëz që janë afër kryeministit Edi Rama
dhe kjo do ndryshoj komplet rrjedhën e historisë, por dhe përgjegjësinë e zotit Rama. Unë nuk besoj se zoti Rama do të marrë përgjegjësi personale për sa kohë është shprehur i qartë se është i ndarë katërcipërisht me individ qoftë pranë tij apo qoftë të emëruar prej tij, se ka të bëjë me fondet e taksa paguesve shqiptar. Dhe por arrestimi i familjarit të tij për llogari të SPAK do e njolloste më tej jo vetëm pozitat e qeverisë, po tashmë pozitat personale të kryeministrit Rama. Kjo do të ishte një goditje shumë e fortë që do i bëj kryeministrit të Shqipërisë. Besoj se pritet që dihet në vazhdim të njihemi dhe me personazhe të cilët mund të marrin mas arresti, çfarë rrezikojnë dhe a e rrezikojnë moralisht, minimalisht moralisht kryeministrin për të qenë sot cullak para opinionit publik për t'i treguar se përveç ish varzëve të tij apo ish bashkëpunëtorëve të tij më të mirë dhe nga rreti i tij familjar, pra teorikisht ose praktikisht, pavarësisht se gjithë prezumohen të pafajshëm, kryeministri është i rrethuar nga njerëz të paktën me produktin që ka SPAK-u tani, edhe pse me të gjithë si thuash vërejtjet që kemi për SPAK-un, duke analizuar produktin e SPAK-ut, arrim të kuptojmë pse kryeministri është rrethuar nga njerëz që janë të prirur për ta shkelur ligjin. Sidomos kur bëhet fjala për parat e shqiptarëve. Jam këtu me zotin Ermal Peçi, mikun tim Ermal Peçi. Do marr edhe një mendim nga zoti Peçi dhe edhe diçka tjetër. Ermal, kemi edhe një kështu si thua ndryshim jo të aspektit të punës ose profesionalizmi, po kemi ndryshim krerësh në SPAK. Pra, zoti Brau zëvendësoi zotin u formalizua zyrtarisht, domethënë. Zotin Domani, a mendon se për këto lloj dosje zoti Brau do jetë më i tërhequr apo kjo gjë do të vazhdojë ashtu siç kurse ka nisur? Shko, mendoj që tashmë ai është sistem dhe përsa kohë sistemi ka instrumentat e duhur për të vepruar, mendoj që stafeta nga zoti Domani te zoti Brau do të ketë akoma goditje më të forta. Pra, kur them goditje më të forta, them edhe për eminencën gri që mund të rrethoj kryeministrin Rama, por edhe për konfiskime pasurie. Ajo që të bën përshtypje dhe ajo që na bën gjithëve përshtypje është se si tashmë zoti Rama po qëndron në këmbë vetëm për te mekanizmave që ai ka krijuar, sepse moralisht ka kohë që qeveria e tij ka arritur në një degradim, por edhe fakti që tashmë unë po lexoja dhe deponimin që ka dhënë biznesmeni Geron Meçe për mënyrën se si është rrëmbyer, itinerarinë që ka vazhduar, është shumë e rëndë, anëri mund jo vetëm ne i kemi parë këto ngjarje kur ka ndodhur midis grupeve kriminale. Pra kemi parë përplasje midis grupeve kriminale të cilët depononin se si këta tradhtonin apo vrisin njëri tjetrin. Por në një tender publik ku dy biznesmen, se në një anë është biznesmeni Ermal Beqiri, në anën tjetër është eminenca gri sipas Ametajt e kryeministit Rama, Agasi, i cili në fakt jo vetëm monitoronte çdo gjë me dorë të ekurt, por gjithashtu anëri drejtoresha e Akshit vinte e takonte në zyrë. Dhe drejtoresha e Akshit i thoshte shprehje të cilat nuk e nderojnë një institucion që unë vetëm për ty e bëra, mos i la ata vetëm për një çështje sedre. Pra kuptoj që aty tashmë pazari ishte hap. Në këtë pazar dhe rrëmbimi deduksionit çonë, se këtë më pas e vërteton gjykata dhe provat, por deduksioni që të tregojnë që dhe që biznesmeni Geron Meçe të riqte ankimimin
që ai kishte bërë ndaj Akshit, kjo ngjante fiks një band e organizuar ku në maj ishte Ergys Agaci me Agasi ndjese. Agaci e bëjmë atë tjetrin, se këta kanë Agasi në maj, dhe më pas dy aktorët e tjerë ishte Mirina Karçana, e cila është drejtoresha e Akshit, dhe biznesmeni Ermal Beqiri. Dhe po të shikosh mënyrën se si e kanë rrëmbyer, janë po të njëjtat skema se si ndodhte në Durrës, se si ndodhte në Fushkruj, po atëherë ne mirëkuptonim, mirëkuptonim, në sensin se nuk ka mirëkuptim, po kuptonim që ishin banda kriminale të cilët luftonin me njëra tjetrën për territori, kishin e sape për të larë. Fund ditës ne dim se në Shqipëri jetojmë që në këtë vend, edhe për shkaqe zakonore, gjaku lartë me gjak, neve s'na vjen mirë, po kështu ka qenë. Edhe grupet kriminale këtë lloj metodologjie kanë përdorur, por të shkojë deri tek biznesmen, të cilët vetëm me një tender sekret, zoti Agasi kishte marrë 60 milion euro. Nuk po themi çka kanë marrë të tjera, por të arrijnë deri këtu, sa të rëmbej një biznesmen i cili edhe ju ankoi që jam me probleme me zemrën, mos më vendosë një njeri thjesht, ore, e shqisoj si të aplikojmë neve, edhe të vinë këtu poshtë punës tonë, na edhin në makinë, na thonë spaku policia, mua të parit, po ndalojnë me fenelina, më thonë policia, unë do t'i bindem. Po, specialin. Me kupton, jo, ka dhe njerëz cilët në sensin i thonë, mi jep një dokument, mi jep një... Po, unë e kam natyrë që ti besosh. Po, kur vjen policia, thotë unë jam i prirur. Tonë, unë jam njeri i cili mua dhe ku më daloj. Ke frikë ti besosh dhe policisë prej vërtetit, se u bësi puna ujkut. Ujku, vjen policia prej vërtetit, thua... Në dark, kam pasur disa miqtë e mi të cilët ishin më moshatar, se nuk ishin moshatar se unë, por që ju jepnin porosi familjarëve mos ndalo, për shembull kur e kishin vajzë, i thoshin mos ndalo në dark asnjë patrulle policie, në qoftë se nuk je i sigurt që është patrull policie dhe nuk shikojnë që janë me makina policie me pratje në grup. Në qoftë se është tek makinë mos si ndalo. Vazhdo deri në komisariatin më të fundit dhe mos zbrit nga makina. Porosi, dhe nuk po të tregoj histori që i shpik. Porosi sepse në atë moment kur situata, sepse ishte një periudhë që nuk po merrej vesh kush vepron të darkën, policia apo krimi, se gjithë vinin Durrës, merr një hidh. Dhe bësh me paranoja sa i thua që ku kam unë garanci. Këtu nuk bëjmë me faj policin, se kjo ishte bëhet edhe diabolike, se edhe punojësit e policisë një susini janë. Por, terrori që krijohet, pra imagjinohet ti t'jesh shëndet, imagjinohet t'jesh një familje me biznes, dhe të shikosh që një ortaku tënd i përsëritet kjo ngjarje. Ti me njerë krijon jo vetëm receptor frike, por krijon receptor mbijetese, si do veprojë ti nëse të ndodh ty e njëra situatë. Dhe këtu mendoj ju, është pika më e dobët e qeverisë Rama. Sepse zëvendës kryeministri Ahmetaj, i cili është në Arati, Agasin e ka bërë koordinatorin e grupeve kriminale dhe e ka thënë me emër të parë që ky është njeriu që bënte punë të zeza për Ramën. Sot që Spaku i ka shkuar, sot që Spaku i ka gjetur 3 milion euro vera, sot që Spaku po i troket Ramës në çdo derë të mundshme, sepse çfarë ndodh? Të gjithë hulumtimet dhe të gjitha rrugët çojnë në Rom, dhe të gjitha rrugët se tani Tahiri, Balluku, Ahmetaj, Gysi, Karçanaj, e sa të tjerë Dako e Meradh, të gjithë këta ishin mëkatar pa bekimin e pastorit. Të gjitha rrugët, dhe këtu është çështja e Braus tani mendoj ju, edhe për më shumë ne nuk e prekëm, po drejtorit policisë ju sekuestrua përsëri telefoni. Po, edhe zëvendësit.
dhe zëdhënësit që mendoj që po, edhe... Më t'ja morën për rastin e Akshit, për punën e rëmbimit. Zëvendës drejtorit e morën për punën e rëmbimit, drejtorit policisë nuk e kanë thënë akoma pse e kanë marë, kurse vartëses së drejtorit... Krimi kibernetik e kanë marë përsëri besoj lidhur me Akshin, ose se burri saj pretendohet që kishte pjesë në afera. Një punë aq e komplikuar, tani u mendoj që, dhe kjo është edhe pak shpesher anëri kur zgjidhen skrapalin në poste drejtuese, kjo nuk është paragjykuse, e ka thënë dhe Noli me vite, e kanë thënë gjithë. Skrapalint janë aty për të bërë dëm. Po pse? Në sensin për të... Po, jo, janë për të bërë dëm, sepse në profilin e tyre janë njerëz cilët urdhrin din ta zbatojnë. Pra, ka një profil ushtarak në konceptin e tyre, që urdhri zbatohet nuk diskutohet. Dhe fakti që zoti Brao ka kërkuar që të shmangi policinë dhe të futet me BKH në lojë tashmë, dhe vetë që zoti Brao ka marrë bekimin e amerikanëve, unë mendoj që zoti Brao do të punoj me dorë të hekurt. Nuk ta jap dot me shpjegim të ngjarjeve apo rrethanave, se nuk po të marrë që zoti Brao nuk ka kursyer as shokun e vet që ka qenë në bankë kur me dosjen Toyota Yaris. Ishte një prej prokurorëve, në fakt, edhe nuk e kurseu zoti Brao. Po. Nuk kanë qenë në bankë ata, kanë qenë shumë miq, kanë lëndur me njëri tjetrin. Dhe nuk në përgjithësi ka njerëz cilët midis shokut dhe punës e bëjnë një zjedhë. E kam shti bënte më shumë sa aq. Po dakord. Në këtë sens, unë mendoj që edhe si efekt social, edhe efekt sociologjik anëri, mendoj që zoti... Se kanë dorë gjykata, nuk e kanë dorë... Po, dakord. Po them ai i çoj gjitha provat që këta të... Se dënun në të Zarkën, dënun... Marë lesh, së bërë jasi dita, kupton. Jo, Zarka ka dalë, apo unë e di që është brenda? Jo, më s'është më brenda. Mbile se ka kthyer çështjen nga... Ka kthyer çështjen, me fjalë, ankimoi për pafajësi, ja ktheu, gjykata tani miqe e ktheu, po këta pretendojnë që ta klasifikojnë si grup kriminal. Po, Toyota Yarisin. Toyota Yarisin, bashkë me si grup kriminal. Ai e ktheu për pafajësi, këta janë ndërë më shumë pozitat, kështu që në rastin e Klot Braos, ndoshta një farforme edhe ka ndihmuar për të mos e... Do me thënë Zarka pas ka qenë si Tahiri. Po, që ktheu ai dhe ngri burgun. Sa unë dua pafajësi, sa i dale i thënë ata se ti s'pas ka kuptuar asgjë nga kjo punë. Por ai mund të pretendojë vërtetore, po këtu nuk merr. E di çfarë është problemi këtu normal që unë her pas here e them edhe kur jemi bashkë. Këtu te ne nuk ka, me fjalë, në çdo vend botës, merr një statistikë gjykate, që 1, 2, 3, 4, unë s'po them që s'ka këtu është batërdi, sidomos me këto ngjarjet e fundit. Ka ngjarje shumë trishta. Ja, atë paktën nuk e di, kishin nxjerr media, po nuk e di, atë zotrin që protestonte. Ishte shumë e rëndë. Para spakut ai për pronën e tij. Ishte shumë e rëndë. Kishin shkuar e kishin rrahur. Ishte shumë e rëndë. Ha, tani më thuaj, a ka Jo, ishte shumë e rëndë. A ka ku të vej me fjalë më prandaj në këtë sens se këta nuk është problemi se u kapën këta të dy. Problemi është gjesti që bëjnë ata publikisht. Këta nuk duhen kapur dy, ose në raste të tilla nuk duhen kapur, duhet kapet gjithë zinxhiri. Në janë këto kryesorë dhe çka kanë nga mbrapa. Duhen gjetë mënyra që këta, me fjalë, me të njëjtën egërsi që këta veprojnë. Për shembull, në rastin konkret ku japin një mas, ndoshta ajo shumë të rëndë, pra fjala vjen, e ke për 10 vjet, japin 6 vjet, se është politika edhe e gjykatës, gjithmonë e zbut pretencën e prokurorit. Po këta duhen kapur gjithë, sepse ty duhet putur zinxhiri. Sepse nuk është problemi u kapën, ja, shkun e rrahun atë zotrin atje dhe dhunuan barbarisht, arrestojnë këta të dy, po këta të dy kanë një 30 veta nga mrapa, këta 30 veta nga mrapa kanë nga 30 milion euro nga mrapa, që të bjen ty të merresh me të gjithë. S'ke as takat, s'ke takat, pra, po dhe s'ke dhe ne, edhe nuk e dëshirë. Ngel dhe jetim në sensin e një shteti së të mbështet. Po, pra, kjo është pra. Shteti nuk të mbështet.
Tani shkosh e të vritë shkot ti, pa për pronën e për gjitha, për shumë t'ja për shfund, gjithë investimet që ke për gjithë jetën, me familjare, me gjitha, ti futet statikleteve, se nuk përgjigjet shteti, kjo është skandaloze. Edhe të vinë dhe me 2-3 makinat apo shtëpis ta nxin jetën. Ora ato mund vinë dhe me 40 makina, problemi është nuk e ke ndarë mendjen ti e qytetar i kulturuar, nuk e ke ndarë mendjen për burg, se po ta ndash për burg, si që ka ndarë sa të tjerë, mund vinë me aviona ata, problemi është tjetër gjë. Kemi me fjalë disa kriminal me një qytetar të pambrojtur nga shteti. Kjo është diferenca, që të kuptojnë. Jo se ky është më frikacak se ata që kanë. Jo, s'ka të bëjë me frikën ajo. Ata trimërohen nga padrejtësia, ose se trimërohen se nuk e kanë parë ndonjëherë prapanicën ngushtë. Ose janë pasuruar në emër të padrejtësisë, ose të krimit, nuk ka rëndësi. Nuk po flas për ata konkretisht, po flas në tërësi është fenomen ai. Prandaj njerëzit kanë frikë, kërkojnë drejtat e tyre se nuk i marrin. Se ha dhe dajakun, bëjnë dhe presione, të ha dhe sikleta dhe në fund ditës marrin dhe pronën dhe ti marrin gjitha dhe s'ke qa u bën. Pra ti të denoncon në rastin ngelet jetim. Unë besoj se këti zotërisht i kanë bërë nder ata të dy që në thonjë za. Jo që kanë rrahur se është ngjarje skandaloze, po i kanë bërë nder nëse deri dje ky dilte përpara spakut dhe ndoshta nuk merrte drejtësi për shkak se dosja ishte, si thuash, e zëmplur. Se s'kishe, ky konflikti mund t'i sjelli pozitivisht që prokurorët të zgjohen, vëlla. Që janë këta banda që rrajnë njerëz rrugëve, ore, dhuna nuk është përgjigje, me fjalë vetë dhuna nuk është përgjigje, s'ka drejt. Prandaj institucionet. Këtu prandaj them se të institucionet. Policia në fakt të duket sikur flet gjumë në ca momente. S'është ashtu. Ma beso. Policia dhe fleset i vjen në gjumë. Në fjalë, nuk është e për gjumë. Policia e vjen në gjumë. Pra vetë policia. Ore, ke pati në aksione që mund, ore policin e shesin në aksione. Po e di. Veç polici. Po. Ata janë policë poshtë. Drejtuesit janë ata që u japin tjera urdhra. Ore, mban mend nuk ka njëri se kanë frikë, po prapë si ky qytetari që u dhënua dhe ai polici është në të njëjta konditë, ata e mbron ligji dhe shteti. Pra uniforma, uniforma është garancia që ti ke përballë kriminalëve. Tani, kur ty të ndodh një ngjarje, X ngjarje, dhe nga X ngjarje, ty shteti të braktis, të kesh paguan, të spionon biles, të nxjerr dhe tek grupet kriminale dhe nesër ti përgjigjesh merresh me një bandë të tërë që këta punojnë me shtetin biles. Këta janë ortak me shtetin. Ortak. Për sa kohë ata bëjnë vota. Po ky polici është budallak, ky selamandes do ikë shtëpi ky. Do ikë te gruajat e fëmijëve. Ai di dhe informacione që ne nuk i dim pas. Po pikërisht po them. Po do ikë shtëpi mo te gruajat e fëmijëve, do merret me kriminalët ai. Tani se kriminal që i trimëron shteti. Ai është i pambrojtur përballë atyre. Se nuk kemi policë pa, do ta kam thënë shinesën. E njoh strukturën e di se si funksionon. Unë jam shumë dakord. Janë jo të aftë, po janë super të aftë. Problemi është si kanë duart për të vepruar. Ai ka 600 milion euro përballë. Ka dhe shtetin, imagjinoa. Ka dhe kriminalët. Imagjinoa si ndihet vetëm i braktisur. Si ndihet një punojës i policisë i cili shikon tani në lajme edhe... Ka dhe policë që bashkëpunojnë me kriminalët që janë ortak me trafikun edhe janë ortak me ngjarjet kriminale, i dekonspirojnë ngjarjet... Ka sot, mos ta përjashtojmë... Se po bëjmë sikur kemi ëngjë. Jo, nuk ka lidhje. Ka prokuror që bashkëpunojnë, ka gjykatëtar. Po i kanë treguar përgjime, po jo vetëm te ne, po ore i kanë treguar përgjimet. Ore pa qenë përgjime nuk dihet botërisht. Po them përgjimet vetëm në Shqipëri. Jo, them përgjimet i kanë vërtetuar edhe ato çfarë ne mund të kemi thënë. Dhe se përgjimet të gjë bëjnë vërtetojnë. Grupet kriminale te këto sfera janë të përqendruar të veprojnë. Pra, të kapin policinë, informacionin, të kapin prokurorin, në sensin prokuror që mund të kenë çështje të nxehta ose dosje të nxehta që i kërcënojnë aktivitetin kriminal të tyre njerëzve, të kapin gjyqtar. Kur them kapin ti paguan, se kështu s'kan çaj kapin. Kemi pa dhe raste që kanë kërcënuar ose kanë qenë kërcënuar. Ne flasim këtu
Qoft një punojës policie, qoft një gazetar, qoft një qytetar, qoft një mjek, qoft një inxhinier, kushdo në pozicionin e vet. Ai shikon sot anëri vetëm vera që kapet që është 3 milion euro. Nuk e... Ja, do të rasti që... Jepe, është rasti që unë nuk e paragjykoj dot. Nuk do të them... Jam kondra këtyre. Jo, do të them për verën. Nuk e kam të verë. Jo, do të them diçka tjetër. Si ta kesh variantin, nuk po them... Do të them, u kapën 3 milion euro verë. Po. S'po hyte orgjina ku i gjetën, ku si gjetën. Po. Por qa më bën përshtypje? Tani, dogana duhet i monitoronte. Policia duhet ishte aty. Dogana, tatimet. Po si që vetëm të ishte edhe për cigaret. E njëta edhe me cigaret. Po, e njëta me cigaret. Brenda natës shkon, ta thonë çuni xhaxhajt, se unë nuk e njoh. Anipja çuni xhaxhajt. Dhe vete boshatis gjithë vilën e tij. Tani, kushdo nga ne e kupton shumë mirë që aty është mbyllur syri. Aty ka pasur një urdhër shtetëror, jo të firmosur e zeza në të bardhë, por edhe nën direktivë në eminencë gri, që ato shishe vere shkojnë i merini. Nuk bën vakia, që Spaku kishte mbatur dhe proces verbal, dhe këta të shkojnë edhe se u bën syri tërë sfare, të vejnë, brenda ditës dhe askush nuk ban as përgjithësi. Më thënë, konkretisht sot, edhe unë prandaj e kam mbështetur gjatë gjithë kohës Spakun, edhe midis vështirësive dhe problematikave të veta, se kam pasur idenë dhe bindjen, jo se kam pasur informacione, që këtu biznesi, struktura ekonomike dhe me strukturën kriminale dhe në bashkëpunim me politikën e kanë cimentosur këtë vend. Dhe që kur cimentose diçka do kohën e vetë që të pastrojët betoni, të hiqet, edhe të bi prap barë në atë tokë që është edhur beton. Këtu anëri ne flasim për një grup të strukturuar kriminal dhe këtu nuk është më çështje vetëm e një grupi, këtu është çështje sistemi dhe këtë e kam diskutuar në çdo moment. Rama mori kriminali veshim me pushtet politik. Ju dha detyra, i ngriti në poste, e ironizonte disa momente dhe kanabizimin e vendit dhe gjithçka. E gjithë kjo që ai prodhoi, tani po i vjen si bumerang, se si që thot Zoti, kujdes kur e ngre kokën lart dhe pështyn se do të bjerë në surrat. Kështu që dhe Ramës, çfarë ka mbjell, çfarë ka korrur dhe çfarë ka krijuar deri në këto momente, po e merr përgjigjen me të njëjtën situatë të asaj që ai mbolli dhe të asaj që ai do korri tani. Po çështja që ndron në këtë korrje do futet dhe Rama, apo Rama po negocion shitjen e gjithëve edhe delegimin e pushtetit. Këtë nuk di ta them. Por di të them një gjë, po bëhet, dhe ta kam thënë në informacionet e mia, do i dali pro Ballukut, se ne harruam merremi me gazin, po aty është Balluku që protest. Nuk them ne, them media. Kur them ne, nuk e kam ne madje kemi folur më shumë se ç'duhet, se po të shikosh... E tha Troçi nuk e jap mandatin. Jo, ai nuk do e japi. E tha Troçi tek podcasti vet. Po, unë e kisha bërë para 3 ditësh në si shkrim, domethënë. Po. Sepse ai e ka ndarë mendjen që o nëpërmjet Ballukut ai po negocion, ose nëse ai thotë unë po lëshova Ballukun, atëherë mbie gjithë kështjella ime. Dhe ai mua më kujtua tani anëri para 4 muajsh mos gaboj, tha unë do kem ndryshimet qeverisë vetëm 2027. E mban mend si deklarat dhe po e përpunoja. Dhe unë mendoj tani nis përplasja e Ramës me Spakun. Dhe Balluku deri në 2027 do ta kesh në zyrat e kryeministrisë. Mund t'japi dorëheqje nga posti zëvendës kryeministë, se atë një moment mund ta japi dorëheqjen, po deputetet do të jetë. Po, deputetet. Deri në 2029 nëse deri në 2027 Rama tha nuk bëj asnjë ndryshim. Kabinet. Po se 2025-ën i zgjodhi, kështu që 2 vjet do i mbajë ministra, se s'ka edhe si projekte, nëse ka një projekt politik. Po projekt zeza tani. Si tha i ministri, unë sa mora detyrën, thaj, kur
do vinin që arrestuan atë killerin nga Durrësi. Po. Trokitën dera, ata se nga truoj Renea derën, se unë s'kam bërë gjataj se kam marrë detyrën. Edhe ajo të regua shumë i sinqerti, ajo s'kam bërë gjataj. Kështu që mendoj këtë gjë, të paktën, mund diskutojmë edhe pak protestën sot? Po jo, për ta ashtu, se pasaj dalim të protesta, se besoj, protesta në 6 ishte, mos gaboj, nis tani për 10 minuta. Po, besoj, për 10 minuta, po. Pa mi më mirë, po flasë në 6 është thirrur protesta opozitës. Unë besoj se Rama është në pozitat vështira. Në këtë pozitë nuk ka qenë ndonjëherë sepse Rama është frikacak nga natyra dhe e di pse them është frikacak? Është frikacak. Jo. E di pse them është frikacak sepse Rama ti vërtet e votove reformën drejtësi. Edhe mba veten si babai reformës drejtësi. Po ti je frikacak nëse kur erdhi puna për heqjen e mandatit të kryeministit Berisha për masën arrest shtëpie ti edhe. Dhe nuk e mbrojti. Kur erdhi puna tek Erion Veliaj, ti përpos Arben Ahmetaj që u shpreh publikisht se edhe më keq do jo publikisht, po i shprehur se edhe më keq do ja bëja atit. Po. Kur erdhi puna tek Erioni, bëre sikur u qave ti dhe e le aty në balë se nuk ishin ardhur akoma veza tek prapanica këtit. Pra njeri ra zjarri në fshat, njeri ra të shtëpia, e tani që i erdhi tek vetja, o tha, vetja ime. Kështu se dhe logjika tani, unë nuk besoj se ai zotëria nëpërmes këshillit mandateve do të ta mbylli edhe një herë e mirë historinë e arrestit me burg pa prova sipas pretendimeve që ka ai apo kushdo tjetër, apo subjektet e SPAK-ut, apo avokatët e tyre. Në këtë kontekst, kjo është një gjë që unë e kam dashur dhe e doja gjithmonë. Më kupton? Sepse është kollaj fare o Erman, nëse ti ke një subjekt, unë kam një subjekt X-in, dhe i kam marrë prova, se këto provat për Belinda Ballukon ka qenë 1 vit e 8 muaj përpara. Kemi thënë që kur është arrestuar Berberi, nuk është se i siguron në mënyrë operative provat për korrupsionin, i gjetën telefoni zotërisë. Sikur se gjetën zotin Agasi me filmimet që kishte bërë për zyrtarët. Unë logjikisht mendoj tani, këta nuk janë budallë. Si Evis Berberi, si Agasi. Agasi kishte video më që kishte filmuar. Po, ai kishte simptomat e njerit prifti. Se i filmon të gjithu atë? Po. Po për çfarë? Këta ka një filozofia në rinj, qofse unë bie, do biem gjithë. Po pra, okej, shumë mirë. Nëse ky bie, do biem gjithë. Po, kur bjen vetëm, bjen më butë se sa bjen si grupi strukturuar kriminal. Jam shumë dakord, po jam me paranoja, nuk i besojnë as kujt dhe ndjejnë frikën. Është tjetër gjë që ti i ke këto gjëra dhe i ke të fshehura dikund. Më dëgjon çfarë po them. Dhe është tjetër gjë që ti këto gjëra që ke, i ke lënë aty që dhe të ti kapin. Me fjalë, e kuptoj çfarë po them, ku është logjika? Mendoj vetëm këtë gjë, Aneri, që se kalove nga individ, kalove nga grupi strukturuar. Mos shko tani. Kalove nga një vepër në 30 vepra, më kupton asaj që ke regjistruar vetë. Jam shumë dakord. Kalove nga që dyshoje se mund të kenë bërë korrupsion, kalove që ti e pranon publikisht kur ka parë vetën ato video zhgroposur e gjitha, ka thënë isha misi drejtoreshe Akshit, këtu më futën edhe rrëmbim grupi. Se aty ajo, do më ka dalë shumë pak, po fakti që kjo i vinde në se ka bërë këta bosh... Këta nuk po them se ka qenë ajo tani, po them pjesa ajo mund këtë thënë që mua më duhet ma ishni këta, që mos bëj ankimime. Nuk ka asaj që intereson fare. Aty është automatik procesi, pra nëse ti për shembull për i tender që hum pretendon se këta ja kanë futur kot, e ankimon KPP dhe edhe japin ata vendim, nuk ka më gisht karçanaj. A kupton? Thjesht ata marrin vesh se janë publike, e kuptojnë që ky po bën bllokimin e
tenderin, derisa të zgjidhet dhe i ka mund të kenë shkuar me mendet vet. Në fakt kjo u bë mediatike. Jo, kjo u bë mediatike para disa muajsh, u bë mediatike kjo që kush rëmbimi? Jo rëmbimi janë, ankimimi. U bë problematike, doli dhe në media. Unë e mbaj mend shumë për Ciptës, tenderat e akshit fusin shërë dy biznesmenë. Orman, që ka ndodhur, Orman, deri në sot, që ka ndodhur? Qarë plerë lëku, me fjallë, plerë lëku nis nga shteti, maskara lëku. Pse nis nga shteti? Për shumë, jemi në të dy biznesmenë. Dhe unë jam e lidhet me qeverinë. Dhe futemi të dy për një tender. Fakti që ti tenderin e jep me ofertë më të vogël, ti nuk do të thotë që të kuptojmë dhe për vetë edhe për publikun. Fakti që ti e për shumë syzet e tua. Dhe i shesim të dy. Janë të njëjta syze, ndoshta, po skeleti im është plastik që po ka dhe titanium brenda tek metalika ku qëndron plastika dhe unë them dhe i shesim ti të tuat që i shet që bëjnë të njëjtin funksion syze e ke skelet plastik po me alumin brenda. Tani çdo tender ka kriteret e vet. Duhet të plotësosh kriteret. Një, e dyta është jo çdo gjë që është e lirë do të thotë se është e duhura, prandaj janë kriteret. Pra fakti që këta njëri ka më shtetin tjetri më lirë. Dhe dëmi duhet llogarit për çdo subjekt, sikurse edhe rastin konkret duhet llogarit dëmi që është bërë. Pra nëse syzet, nëse unë dhe ti shesim të njëjtat syze identike dhe unë i shes me ofertë më të lartë, ai ofertë më të ulët, ai patjetër ankimon. Po çfarë ndodh me këta? Me benjaminët e qeverisë. Tu tenderat para caktohen sepse dhe kriteret vendosin që ta fitojë Ermali. Me modelin e syze që ka Ermali, për funksionin që ka Ermali dhe me çmimin që ka Ermali. Dhe si përjashtojnë kompanitë. Ai thotë, "Duaj pal syze, si të mi jepni, si të Ermalit. Jo, tamam si të Ermalit, por nuk e thot kaq trash, thotë du me këto kriteri 4-5 dhe më përjashton mua, se për shembull fjala vjen. E dua që kompania të jetë prodhuesja kryesore e titaniumit. Tani unë nuk e kam mundësi se ti je monopol, e ke monopolizëm titanium në Shqipëri dhe unë përjashtojmë kategorikisht që pa hyrë në tender, që nuk kam mundësin. Më kupton, të gjithë kriteret që bëhen, që janë të paracaktuara dhe këta që bëjnë ankimim, që bën të, ku hyn plerë lëku shteti. Unë futem se jam me zëm me njohë brenda shtetit dhe pushtetit dhe qeverisë, dhe ti tani që bën ankimim si biznes, ka që e biznes i madh njësoj si unë, po 30 tendera unë, njëti, dyti, pavarësisht që mund të shumë herë më mirë se unë. 40 unë me institucion tjetër, 4 Dhe ti kur ankimon, çfarë bën këta? Këta të marrin inat. Dhe s'tjapin më punë. Pra ti keq është kanë ankimor se këta keq kërkosh drejtën, keq kërkosh të drejtën. S'tjapin më punën edhe thua tani ta ankimoj, bëjmë zevzek se këta nuk t'japin punë. Dhe kryesisht ata që ankimojnë janë këta që s'marrin punë dhe kanë ndarë mendin që s'do marrin punë. A kupton? Sepse nuk t'i japin ata të drejtën dhe po ta dhënë për të mos rëndësi t'japin një gjë futja kod dhe pisë më të marrë të tortës dhe llokmat më të mëdha han këta klientët e qeverisë sepse këta i ndajnë parat bashkë. Ky është gjithë ndryshimi, thënë. Pavarësisht se si e vërteton prokuroria dhe gjykata, pastaj si vendos se si e gjejnë formën e bashkëpunimit këtyre. Po kjo forma që ka ndodhur me këta, me marrje pengë është e shëmtuar. Unë nuk besoj se Ergysa Agasi do kishte ikur jashtë nëse do kishte ndodhur pengmarrje më. Më kupton që do të thëmë? Do kishte qëndruar këtu, se do ishte më... Do ishte më qik më qetë, se hajde se... Po, se këtu hyn si grupi strukturuar kriminali me firë. Por mund të si grupi strukturuar dhe del nga grupi strukturuar. Problemi është tjetër pretendime që ka prokuroria. Problemi ka pas edhe tjera pretendime prokuroria, ka kthyer gjykata. Ka pas ku nuk e klasifikuar si grupi strukturuar kriminal prokuroria dhe gjykata ka thënë, hajde tuti vëlla, si me Ilir Beqën, që i tha do ta klasifikoj grupi strukturuar. Ka pas raste ku prokuroria e ka klasifikuar si grup strukturuar dhe gjykata e ka thënë nuk ka lidhje. Këto janë pasaj në bazë prova siguruar nga organi akuzës dhe si vendos gjykata, a e bind organi akuzës për formën e bashkëpunimit këtyre njerëzve. Unë besoj se pozitat e këtyre rëndojnë në rastin konkret, ku denoncimi është. E parë denoncimi është bërë te Gjermani. Po, Gjermani nga ortaku tjetër. Po nga ortaku, nuk është bërë fare nga Shqipëria. Si ai tjetri, si Çela që e bëri. Se hapim një biznes, duhet kemi një ortak jashtë. Këtu do me thënë. Po, tu të marrin penga punë.
Dhe edhe Çela për shembull për rastin e sherrit që është bërë atëherë në she me midis tij dhe njerëzve, grup kriminal të Ballukut e ka denoncuar tek SBA-t. Kjo dihet tani dihet pak në informacione që kam unë, se është publikisht. Këto të djegin vëlla, nuk jem se ti nuk jem më individ, nuk jem më push. Ore, di çfarë më bëri se desha me ta bë pyetje që në fillim, që pa lëviz nga kjo. Dhe kam bërë disa herë atë. Ora, koto vëlla, ose ne ecim me logjikën tonë edhe na bën habi ose na bën çudi. Si ka mundësi më buridheu që ta rri një person, pra qoftë ky zotëria kryeministri, të zgjedhë një dikë që vepron me grupe kriminale, për të fituar parat, veprojnë deri në atë pikë që se ti si kontrollon dot grupi kriminale. Jo. Është që se ti ulesh me një që është me armë vete dhe ti ndodhi një sherr aty të mos presësh që ai ta qelloj atë me armë, po të presësh, thjesht i do vitosh këtë që ka armën brez, se thua nuk është kontingjenti im, se ky të futën këto të lashe. Apo jo, është vërtet, ashtu është logjika, ashtu kemi menduar të gjithë. Po kështu është, është pavarësisht se çfarë të bjen. Ora gjithë kur të bie një herë në rast, po them nuk si është zgjedhja jote që unë do ta takoj logjike që një kafe për qef. Si logjik me fjalë në stres. Tani si ka mundësi që shqetësoj sikur shkon fal. Ora shqetësoj sikur je në një lokal dhe aty janë 3 njerëz të cilët kanë me precedent penal dhe ti thua tani ulëm dhe këtu te xhamin e thua edhe pastaj po pra do të lëvizësh se është pjesë nuk është kontingjenti jo. Tani si ka mundësi kryeministri i Shqipërisë mas 12 vitesh nuk po flas ose ka me fjalë Edi Rama kur ka marrë pushtetin në 2013 nuk ka marrë me bandat. Gjykimin tim. Se s'kishte pushtet ta merrte me bandat, mund të kenë pas grupe interesi. Është tjetër gjë që kanë lidhje me bandat ose e thash, po nuk besoj se janë këto bandat që janë sot në 2013 ta kanë dhënë pushtetin Ramës, nuk ka pas. Se s'mund të kenë qenë as Bajrat, as Çelat, çan këto, mund të ketë pas një shartisje midis grupeve të interesit që diku kanë ndihmuar njërin tjetrin ose atëherë më shumë ndihmoshin me para këta se sa me vota. Pa thoshin unë të financoj na kaq për X deputet ose kryetar qarku edhe do të ndihmoj edhe me vota me aq sa mund. Ta them unë kur ka nisur kjo në optikën time. Kjo ka nisur kur ka nabizuar vendi. Atëre besoj ka nisur si proces. Nise, po ta marr logjikisht, unë s'besoj se Rama e ka marrë me bandat 2013. Jo, po ta them kur ka nisur. Është bërë rotacioni politik për shkak të shumë rrethanave, por shumë edhe unë ndaj këtë mendim. Tani në 2017, po çfarë të deshën bandat më bu? Mendoj dhe si mund të vjedhësh me banda, mund të punosh me banda, të vjedhësh dhe vetë, të vjedhësh dhe me biznesmen, të vjedhësh dhe me familjar, të vjedhësh dhe me krushqi, të vjedhësh dhe me të huaj, të vjedhësh me çdo lloj forme. Po nuk e, ore, çka kishin nevojë ta më, nuk u dalin ato që kanë bërë. Ky është problemi. Gjithë kjo mirësi që i dhanë shqiptarët tyre për të qenë tolerant, ndoshta edhe nga vjedhjet që kanë bërë. Ore, si mund vjedhësh me, në fjalë, çdo gjë që ti prek është vjedhje. E kanë kthyer dhe problemi është se këtyre sa më shumë i është zgjatur pushteti, këta më shumë kanë vjedhur. Pra këtyre sa, nëse kanë vjedhur dikur vjedhshin nga 1 milion euro për një tender, fjalëri tani e kanë çuar. Ti e 5 ishte aty, është 2 i thaj, bëje 4 i thaj. Po pra, po sa njëri nga ato. Një aty që pam ne, po sa e tjerë. Po pra, dhe kemi një institucion si Akshi që jep si thuash shërbim publik për qytetarët e këtij vendi dhe gjaj kanë heq çto pagesat 500 lekë, 1000 lekë për dokumentat dhe nga ana tjetër ai zotëria të vjedh 2 milion euro me një të rëndorës. Një të rënd lapsit. 30 milion euro e 60 milion euro. Kur i binin dorës ata vinte 20-30. Më mirë ne kishin lënë të jepnin nga 500 lekë se shkoshin të arka shtetit e inshallah luteshim mos na e vjedhin, se sa kështu na kanë bërë gjithë me një vend kope dhe na vjedhin në format e tyre më të shëmtuara. Dhe gjithë tenderat e Akshit ka pas dhe një klesh tjetër sekrete. Ore mirë, po këta njerëz nuk kanë frikë valla, kot më bëj një pyetje. Po s'kan më një fare. Sepse po shko. Nuk po flas për kriminalët, flas për pushtetarët më bën. Çën momentin ari, që ti, po jam çën momentin që ti bën pjesë të tavolinës tënde, grupet kriminale. Po, iku. Çën momentin që ti pranon të bashkëpunosh me këta. Që në momentin që ti e di që këto grupe kriminale kanë vrarë ka prerë. Që në momentin që ti e di që këta nuk
ka zot që i ndalë më kur fute në një rrugë, që aty ani mos prit më as ndërgjegje, por vetëm prit dëme. Pra, në sensin, çfarë ndodh? Ti merr grupet kriminale, i bën pjesë të ryezës. Pasi i merr dhe i bën pjesë të ryezës, ju delegon dhe pushtet politik, ose ju thua do të keni mbrojtje të pushtetit politik. Gjithë struktura e policisë, për shembull në Durrës, ata e din kush janë njerëzit cilët kanë punuar për Partinë Socialiste. Dhe ata e kanë parë që dhe